Mendoj se pamjet e protestës janë qarta për këdo. Dhe gjithë secili mund të gjykojë sigurisht me atë që sheh me sytë e tij dhe dëgjon me veshët e tij për aspektet e dhunës. Mendimi im personal është që opozita gjithë këto proteste vetëm lidhje me dhunën nuk kam. Unë po ju a them, kam thënë dhe stërthën, unë jam me bindjen që duhet ky popull të rrëzoj me dhunë këtë qeveri, deri tash nuk është parë dhunë nga opozita, përkundrazi, siç u pa dhe në rastin e djeshëm, ishte policia që, dhe jo vetëm dje në fakt, edhe një protest tjetër më parë sulmuar qëllimisht pikërisht Berisha. Është fokusuar dhe është sulmuar Berisha. Dhe kjo nuk mund bëhet dy herë rastësisht, dje për më tepër në një moment kur s'kishte asnjë arsye për ta sulmuar, por sigurisht është bërë, dhe unë nuk e vë në dyshim këtë, pavarësisht se mund duket si bajate kjo që ka urdhëruar Rama, unë jam i bindur, duke njohur dhe Ramën mirë, vogëlsinë e tij, edhe gjithë shpirtin e zi të tij, jam i bindur që urdhri për të goditur direkt Berishën ka ardhur nga Rama. Dhe ç'a ndodh? Sigurisht urdhrat mund të vinë, por unë e kam bërë dhe një status edhe ndje. Rama nuk qëllon kur në Shqipëri ditën që ne kemi protesta. Kur, në rastin më të mirë, në thonjza, ai është në Vlorë, kur ne zhvillojmë protesta në Tiranë. Dhe kjo tregon shumë për Ramën. Një frikacak si ai, sigurisht që e kompenson frikën me akte dhune. Dhe gjithë dhuna e shtuar e policisë në këto protestat e fundit tregon fakt vetëm frikën e Ramës dhe të regjimit për atë që po ndodh. Jo vetëm rasti me Berishën, rasti me deputetët, me Xhelan Mziu që u godit. Siç janë pamjet, polici madje i vjen nga mbrapa, pabesisht e godet me shkop gome. Pra janë disa momente. Ç'a ndodh? Thash urdhrat mund t'i japi kushdo, mund t'i japi edhe Rama, se e kemi parë dhe live, e kemi parë atë ditën e protestës në Durrës ku urdhëroi direkt me dorë policin për të arrestuar një nga ata që po protestonin aty në drejt tyre paqësisht, më paqësisht nuk bëhej. Pra, pse kemi një kryeministër të çmendur që mund t'japi dhe urdhra të tillë, janë ata të tjerët pastaj që duhet zbatojnë ligjin dhe jo urdhrat. Por janë ata poshpra, duke filluar nga drejtori i policisë me radhë, që duhet të reagojnë kur urdhrat janë të palishëm apo ca më keq, synojnë, të nxisin dhe të çojnë në situata që asgjë të mirë nuk sjellin pas. Pra në këtë rast duhet reagonte policia, duke filluar nga drejtori i ri, po sigurisht drejtori i ri që pritet të vijë, domethënë, mbase ky Bishka që është prej kohësh në shenjestrën tonë, sepse urrëtia e tij ndaj demokratëve dhe sa më tepër nuk dua ta kaloj tash në këto diskutime, edhe urrëtie krainore ka ai zotëria, sepse un kam qenë i arrestuar në zyrën e tij dhe jam dëshmitar i situatave që e vërtetojnë këtë. Nuk po e them pra thjesht në këtë moment. Janë të gjitha që sjellin në këto momente dhe këto pasoja. Janë shërbëtorët pra. Ata, dhe ky është statusi që bëra dje. Vërtet rjep urdhë Rama, po në fund fare janë shërbëtorët ata që zbatojnë urdhat e palishëm. Dhe regjimet mbajnë këmbë me shërbëtor. Dhe kur ju thash pak më parë që unë nuk kam parë, dhe vërtet nuk ka pasur në dhunë, qofse quhen ca fishek zjarre dhe molotov që hidhen aty ku nuk ka asnjëri nga jo, natyrisht, ka nivele të ndryshme të dhunës pastaj që janë më të larta. Sigurisht, shpesh shohim atë shfaqjen me gjëja policë lënduar që nuk e di kush i ka lënduar, se pastaj zhduken papritur nga spitali, nuk gjenden më, janë vetëm për ato momentet, madje kamerat kanë vajtë dhe kamerat e syrit, dje gjoja kur po hypnin në ambulancë policë,
dhe me njerë janë maskuar që mos duket se ç'po ndodhte në atë ambulancë. Është gjithçka e sajuar, pra po të kishte dhunë me atë që bën policia ndaj qytetarëve, reagimi do ishte krejt i natyrshëm, krejt njerëzor në fakt i qytetarëve edhe ndaj policisë. Edhe ndaj atyre që unë nuk po e fus gjithë policin brenda, por ato tipat si ai për shembull që lloj Xhelan Mziu, apo si ata që marrin urdhër dhe shënjestrojnë kryetarin e opozitës, këta janë shërbëtorë jo të shtetit, këta janë shërbëtorë të një regjimi kriminal. Dhe ata për mua duhet marrin përgjigje personale.